Ju martu që 18 vite. 18 vite? Po. Në farë kohë je martu? 16 vjetë. Shmosh 3 je martu. Pse? Familja, kom familje e mirë, prindët e mi kam pas dëshirë, se është familje e mirë edhe kemi vendosë për ata. A ka qenë me dëshirën e familjes dhe më thonë me mësit apo kështu një njëftu? Jo me mësit, Sa donë vjerën? E du, aja ka bo burin, është prindi i burit, bashkëshortit. Në du, për kundra se jam shku e rejmë, kam mësu, ka folë për të mirë, kom jetu jetë gatë me ta. Mirë dita. Mirë dita. Qish je? Mirë, falenderit. Mirë, falenderit. Për kajtë kemë? Prej Podijeve. Jetoni në Prishtinë? Jo, Podijeve. Keni dalë për qefë sot? Jo, kom dalë me ba orë, kom regjistru lejen. Falenderit. Të arënën një vëzit të. Inshallah pa dënime. Falenderit. A më dërgon, me që mirë është? Jo, nuk përnoj kërkon. Nuk mirë në me kërqa. Veç shpe. Që ke shpis? Jo, nuk janë që ke shpis, jam gru e shpis. Po duke ere, kënë kompliment. Falenderit. Sa vite e martu? Ju martu që 18 vite. 18 vite? Po. Në farë kohë e martu? 16 vjetë. 16 vjeqare e martu. Një rast shumë interesant, drejta që kemi pasur t'i kanë ka që 3. A më dërgon, pse ka që mosh 3 e martu? Pse? Familja, kom familje e mirë, prindët e mi kam pas dëshirë, se është familje e mirë edhe kemi vendosë për ata. A ka qenë me dëshirën e familjes dhe më thonë me mësit apo kështu një njëftu? Jo me mësit, jo vetë. Jo vetë. A më dërgon sa ki qenë dakord me që një gjenerat pak ma të rej për këti, për me vendosë me mësit? I më kom dakord, i kom dëgju prindë, që shkanë thonë, edhe kom vendosë edhe në. Sa kohë të gatës me thonë përgjithë që familjes? Jo dhe shumë. Sa? Të 30, së di sa më. Jo shumë. Po. A më dërgon, në kohën kur rini njëftu, sa këni dalë shpesh në atë kohë të jumin? Po, zakonisht një avtë. Një avtë, atë e ka qenë kështu? Po. Edhe u kanë dakord nëse me familje të lejojnë? Po, ashtë. A dërgon, a ka qenë lidhët ma të mira në atë kohë, apo tash? Se di, më vare qysh janë partnerët bashkë qysh e kalojnë jetën. Po që për shamull, si ka qenë? Për mu shumë mirë, tjertë se di. Për mu mirë. Sa fëmijë keni? Ja. Po, falenderit. 11. Po, sa one. Sa ti? A martesat e hershëm më të mira për me kru familjen? Se di, tash varet njerëzit që është vendosin vetë. Nuk e di. Mendimi yt? Mendimi jam, unë nuk jam kur gjo pishman, jam shumë e knasne, dhe qëto, me jetën, me bashkëshortin, me vajzën, tash, që se kalojnë tjertë jetën, që se shuhin, nuk e di. Kështu me bashkëshortin, e keni një moment interesant, gjatë të në viteve keni njëftu ka qherët, e shka një interesant që ka ndodhë, kështu, me një qarje, e lumëtur, interesante. Se di për momentin, nuk më kujto. Për shumë të martesa? Se di matë lumëtur, kur kemi marrë vesh që kemi më bo prendë. Që ato? Ka qenë këllë amikëzushëm, lubëm. Si përjetove këtë ndjesi? Shumë mirë, shumë djeni e mirë më bo prendë. Sa të ka nëshu jetën kjo ardhja e fëmis vajzës? Për të mirë, më bo prendë shumë mirë. A më dërën, se në të rëndësishëm sot, dhe më thënë, prind prej fëmive, sa po respektohen? Njëherë, mirë, më ndoj që mirë. Ti po edhe, në pas ka latëri, a më dërën, a jeton në familjen e burit? Jetoj me nanën e burit, me vajzën edhe me burin. Me vjerën. A më dërën dhe sa donë vjerën? E du, aja ka bo burin, është prindi i burit, bashkëshortit. Normal, do të me desh me respektu. Më qenë që përdo e du, se shumica ndoshta s'kanë dëshirë të jetojnë bashkë me... Ja, në e du.
Për kundra se jam shku e re, më ka mësu, më ka folë për të mirë, kom jetu jetë gatë me ta. Të të kanë qenë mësimet për vjerës që ki marrë? Ka mësu, qësh më silë fillim, se jam shku me re, qësh me pregadit ushqimin e qëtë. Sot ato mësime që ti ka dhënë për jetë, sa janë, dhe më thënë, sa ti e pregadit? Mirë, shumë, mirë. Ja di për të mirë. Sa e falendëruese? Shumë, për ata dhe respektaj dhe du. Kështë pas një mesazh për gjithë ato vjera që dhe më thënë jetojnë me nuse, që kështë tha një mesazh, një këshillë? Mi dasht, mi respektu, ato i kanë rritë prind, ata janë prind e burra tyne, do të mi respektu, mi dasht. Mos me konë atu si shkon qaj që ka mora, ja. Se sot nuk ka dëshirë të jetojnë, të bashkëjetojnë me vjerëri. Nuk e di, se cila ka mendimin e vetë, nuk e di. Përshëndet shumë, të rishëndet.